lis mi lis mbi ato plepa, një bilbil po kënon mbi djepa. Kam pa djem që ndalin topin e me grusht e han barotin. Kam pa djem që ndalin lisin, nuk kam pasi palmelyshin. Nata 11 marsit ka qenë nata ma e bukur ndoshta e jetës time, edhe pse dinim që ka me ndodhë diçka nestra, po jo që kanë mu shpërthy ato demonstrata. Megjithatë, atë natë kom qenë konvikti numër 1 dhe komplet kasetën e kom lëshu në dritare, kishim një kasetofon, lëshonim zonin dhe kur e kanë dëgju muziken, një ndër kasetat ma të bukra ka qenë atë natë, këngë të përzgjedhuna, sidomos patriotike, edhe kanë ardhur një kushëri, domethënë i fshatit tonë, Ali Dervisha që ka qenë grupin e Bas Ismail Majriu, kom pas edhe shok klase, thot lutem ma jap kasetën, thot me lëshu tash konvikti numër tjetër. Domethënë nata ka kalu ta nata duke ndëgju muzikë edhe askush s'ka flajt. Hiç. Domethënë ta natën kemi lëshu muzikë, kemi pa jo nen, kush t'flajkin në asnjë konvikt. Një farë, me thonë drejtë një darsëm. Se çka ndodh këtë njesit, ishim pak skeptik. Para se me ndodh atëherë, domethënë kam pas një shoqe Drenicës që e kishte Garnikocin djalë Hoxha, edhe ai kishte disa informacione që saktësisht, unë e kisha do informacione po jo për demonstrata, po që ka me ndodh trazira diçka, po jo informacione sakta se nuk isha shumë e kyçën drejt për drejt këto grupet ilegale. Në atë kohë, edhe në mëngjes, domethënë, shpërthyn ato demonstratat, ajo kënga që mu m'lejke mas shumë t'i përshtypje, që ndoshta pak ma vonë e tregoj se e kom këndu edhe ma vonë mas demonstrata, ka qenë kënga e Palmelyshit, që ka qenë një ndër këngët që më dëgjuat natë në konvikti numër 1 dhe në konvikti numër 3, lis mi lis mbi ato plepa, një bilbil po kënon mbi djepa. Kam pa djem që ndalin topin e me grusht e han barotin. Kam pa djem që ndalin lisin, nuk kam pasi palmelyshin. Domethënë kjo ka qenë ajo kënga që domethënë gjithmonë kur i kujtoj Bacën Ismail atëherë m'bjen në mend kënga Palmelyshit. Dita fillimisht, kam pas disa lëvizje, dikon ka mbrëmja, atëherë kemi shku në menzë me ushqy për darken dhe një grup prej disa studentëve kanë fillu pak si një protest, jo s'është ushqimi i mirë, jo këto edhe ka qenë domethënë ma vonë në atëherë e kom njoftu ma vonë e kem pas edhe shoqe Bahrie Kastrati ka qenë e Suharekës, e Prizrenit faktikisht. Ajo ka qenë pi vajzave para që e ka hudh tabakin në menze dhe tjerë domethënë kanë fillu veç me bu një farë rebelizmi. Edhe gradualisht ka nis pak lëvizjet, ma vonë domethënë dikun ka ora 6-8 ashtu më duket 6 që kanë fillu veç lëvizjet edhe kem pa Gani Kostumin, e kem pa Ali Lajqin, e kem pa disa që bënin thirrje kurs bashkuar të shtradhtar. Grupi parë që ka qenë. Edhe më kujtohet domethënë pak kemi qyr shka po ndodh, kemi qyra ka vajza, edhe të paren që e kom pa ka qenë Shemsi Elshani Suharekës, nuk e harroj kurrë, me një grup shoqet vitash ato tjera s'm kujtohen emrat, edhe kur kom pa ato që e kom njoft atëherë dhe na jem hi drejt në atë grup, edhe ka zgjat dikon deri ka ora 11-12 na veç kemi protestu menza studentëve, te semaforat e kem pasat ndalesën, kanë hedh topa, njëherë topa gaz lotësjelës, ma vonë domethënë derisa veç filloi grupi me u zgjeru, fillun protestat, fillun ato thirrjet, duam kushte e lironi shoket, e të tjera, edhe në fund domethënë qaq shumë kanë gjujt gaz lotësjelë, sa që na kemi hyrë te menza e studentëve, aty ku ka qenë disa lokale aty, dhe aty jemi konë ngulfatën prej gazit lotësjelës.
Edhe ka përfundua e natë, jemi këthy në konvekt, edhe të nesër më veç kanë fillu ka pak me i kërku studenta, disa i kanë marrë, disa i kanë zonë, disa i kanë marrë burgosën, deri me 26 mars. 26 mars atëherë ka qenë demonstrata tjetër, dhe më thonë jemi mbledhë mes konviktit Nishit edhe Treshin, mesin e konviktit, sa atëherë s'ka pas shumë konvikte, 1, 2, 3, 4 që ka qenë, edhe jemi mbledhë plot student aty, i kanë thirrë to organet qeverisë të asaj kohe, pra Prishtinës, më duket që ka qenë Azem Vllazja, Mahmut Bakalli, Pajazit Nushi, disa kanë qenë, Pajazit Nushi ka qenë ai që dhe me thonë ishte pa tekste, kishte qëllu jo me dëshirë aty, edhe ta kërku unë me na ndresh kushtet, me i siguru këto ushqimin edhe dhe me thonë ata, jo mendojshin me na mashtru se do të shikojmë anë nej, e panë që s'ka edhe, dhe me thonë, aty veç ka shpërthy. Me thonë, si janë dalë 10 minuta deri sa janë quat në kam, se na thamë sot me na i thonë, sot me na tregu për kushte, dhe pse ishin organizatorët, ishin plot organizatorë, nuk ishim në organizatorë, në qatë moment ishin pjesëmarrës, dhe më thonë si gjithë tjertë. Edhe e di që për moment caktuar kur e pam që me ta s'ka, atëherë i kanë nxjerrë flamurat, nuk e di këtë i kanë nxjerrë flamurat ku që zedhe jemi nisë prapë rrugës për kamenza studentëve. Atëherë atë ditë ka qenë dita më e vështirë se 11 mars, ani pse ishte lot sjellje, po 26 marsi ka qenë shumë më e vështirë sepse atëherë veç i prunë edhe forcat prej Nishit, edhe fillun me gjujt me armë, unë nisëm nga menza studentëve në altë rrugës, që ka qenë Aktashi 1, 2, 3, dhe aty dhe me thonë kanë qenë edhe disa shtëpi të selve, që kanë gjujt edhe ata prej shtëpiave atje. A ditë ju ka qenë shumë e të mërshme, ka pas plagosën, ka pas, dhe me thonë, bisedet vramë. Kështu që ka përfundu dikur në fund me arratisje, na një grupi studentëve kemi mujt, mos jemi këthy në konvekt. Kemi shku rrugës Aktashit edhe kush ka mujt me na strehu. Faktikisht, disa familje u frigoshin, po disa na kanë strehu edhe kemi qëndru. Pastaj është bura policore dhe jemi mbet në Prishtinë, teme 1, 2 dhe 3 mars.